Islami është pro dashurisë. Islami është pro plotësimit të nevojave që ka mashkulli për femrën apo femra për mashkullin. Islami është pro dashurisë mes një çifti. Por këto nevoja, kjo dashuri, sipas ligjit të Zotit, duhet të jetë brenda kornizës së moralit. Duhet të jetë ashtu që të ruhet familja, të ruhet shoqëria. Duhet të jetë larg paturpsisë, larg imoralitetit, larg shkatrimit. Lidhjet jashtëmartesore në Islam janë të ndaluara, sepse ato e shkatrojnë njeriu, e shkatrojnë familjen, e shkatrojnë shoqërinë. Lidhjet jashtëmartesore janë shkak për shkatrimin e familjes. Lidhjet jashtëmartesore janë paturpsi, janë kundër traditës, si islame, por edhe traditës tonë si shqiptar. Shën Valentini nuk është fest e jona. Shën Valentini promovon lidhjen jashtëmartesore. Shën Valentini promovon paturpsinë. Prandaj, ne si musliman jemi pro dashurisë gjatë gjithë vitit, brenda një familje të shëndosh, brenda kornizave të moralit, dhe jemi kundër lidhjeve jashtëmartesore, kundër paturpsisë, kundër promovimit të antivlerave.